gjitha agjendat kanë punu me vite, me shekuj që muslimanët t'jenë vetëm dordalec. Allahu thot, nuk do të rënjosi dijen prej zemrave të dietarëve, por se do të marri dietarët, do vdesin njerëzit e ditur. Do të mbetet njerëz dominojnë paria ignorante, parë si mu, pa shkollu, të pa dit. Çfarë do të bëjmë? Do të pyeten për çështje madhore, fetare, rrënjësore. Do t'japin fetva kështu, pa fund. Atëherë thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, atëherë janë të deviju ata që e bën këtë çështje dhe devijojnë gjithë parinë ose gjithë, si me thonë djegësit dhe pasukësit. Nuk do të bëhet kiameti pa mos dominu kjo. A jemi në këtë kohë jo? Ha? Ky xhamat tun këtë xhamat nëse bëjmë një test, ma dhe me një test klasës parë e dera. Jam i sigurt 100% që 99.9% nuk e kalon testin. Mos ma merrni për keqardhje. Realiteti është realitet dhe duhet me e thonë dhe me e ditë. Nuk është realiteti me hardën xhami ditë xhumo dhe e kreve ja. Nëse 90% e këtij xhamati e di rregullin dhe etikën e të hymit në xhami dhe dalim në xhami, mund ta bëj një sfidë, një fjalë, unë zhvishem nga ky petk. Pse? Mos interesimi i muslimanëve për me qenë ditë. Mos interesimi i muslimanëve me ngjut diturit. Mos interesimi i muslimanëve që kjo fe bazohet dhe ndërtohet në dije me jetonën hijen e kësaj dije. Pse? Se të gjitha agjendat dhe të gjitha rrethonat kanë punu me vite, me shekuj që muslimanët t'jenë vetëm dordalec. Merë një si të dush edhe për ofendim, po a thamun, dhe unë i pari, gjitha agjendat botërore që e kundërshtojnë islamin dhe e luftojnë natë e ditë, nuk duan prej islamit dhe muslimanëve vetëm se muslimanët t'jenë dordaleca.